Vjoj me njerë me pasqyrën e shtypi duke u ndalur në gazetën Panorama dhe me zhvillimet kryesore. Do të kemë mundësi që të pozicionoj më së miri gazetën. Shumë materiale në Panorama kanë të bëjnë me zvërnecin, protestën dhe gjithë shka tjetër pra që lidhet me atë që po ndodhë. Po ne po e përmendim apo po e përmbledhim me çështja zvërneci. Fokusohemi apo projekti zvërnecit. Fokusohemi më gjerësisht edhe njërë numri kësaj të mërkure për datën 3 qershor të vitit 2026. Projekti zvërnecit, Rama, pra kryeministri ka deklaruar sërish gjatë ditës djeshme, ka folur patjetër, nuk ka asnjë shans që të ndaloj investimi përsa kohë jam unë këtu, pra jam në krye të qeverisë. Kundërshtit, pavarësisht protestave të qytetarëve nga i gjithë Shqipëria për të anuluar projektin, Edi Rama u shpreh prerës se sa tjeta i kryeministër nuk do të ndaloj investimi në Zvërnec. Projekti në jug të vendit ka sjell kundërshtit të shumta dhe protesta. Rama tha se nxit hetimin edhe për origjinën e pronës. Pra, në faqen 3 më tepër këtë qëndrim edhe të ditës djeshme të kryeministrit Rama për projektin e Zvërnecit. Ecim në një tjetër zhvillim, nuk kërkojmë liri për të burgosurin politike Erion Veliaj. Distancimi i Ramos nuk është çështja jon. Rama, sa do e pa drejt të na duket, duam të lëm fëmijëve një Shqipëri tjetër. Në foto janë Rama dhe Veliaj dhe këto janë disa deklarata apo reagime që kryeministri ka bërë në 35 vjetorin e Partisë Socialiste këtu në kryeqytet. Duke u rikthyer tek projekti Zvërnecit, të dorishtet e gjithë qeveria, protestuesit thirrje për anulimin e projektit në Zvërnec. Shfuqizoni ligjin për investimet strategjike. Zvërneci, kryeministri kërkon bisedime me një grup protestuesish dhe këta të fundit kanë refuzuar dhe rendisin kërkesat. Pa dorëshje nuk ka dialog. Në foto një shohim në ekran, edhe që besoj e shihni mjaft mirë dhe mjaft qartë të gjithë, është një moment gjatë protestës djeshme kundër projektit të Zvërnecit në kryeqytet. Këtu protestuesit janë në bulevardin kryesor dëshmorët e kombit. Integrimi. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ishte dje në Tiranë dhe kërkon angazhim kundër krimit dhe korrupsionit. Të përndjekurit, lista e re me trashëgimtarët që marrin dëm shpërblimin. Ecim në të tjera zhvillime, botimi 400 vjeçar. Bibliofili Sami Metalia që ruan libra më të rrallë se bibliotekat. Nga Mehmet Elezi vjen ky material. Kalojmë në rubrikën Histori Dosier. Churchilli në darkën e 9 janarit vitit 1942. E harruam zogun. Çfarë tha presidenti Roosevelt në shtëpinë e bardhë për mbretin në faqet 16-17. Së fundmi, 2 janë opinionet e ditës, pasqyra në faqen e parë dhe i shohim me detaje. Nga profesor Edmond Panariti keni mundësi lexoni, Oreshnik dhe dronët mbi Rumani. Zoti Panariti ka qenë për një periudhë edhe ministër i jashtëm dhe ky opinion ka të bëjë pra me sulmet e fundit të Rusisë që ka përdorur edhe raketën Oreshnik, shumë të fuqishme, dhe dronët rusë që kanë rënë në Rumani. Nga Florian Kalaja, gjyqtar, në apelin e GKK-s mund të lexoni ndjekje apo për ndjekje penale. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet në Panorama në numrin kësaj të mërkure për datën 3 qershor. E radhës është gazeta Tema, kështu që rikthehemi në studio për të vjuar me këtë të përditshme. Edi Rama, kryeministri, është në foton kryesore dhe shkrimi që shoqëron është ky. Ka të bëjë me Zvërnecin, me projektin e Zvërnecit. Rama nuk ka shans të ndaloj për sa kohë jam unë këtu, pra projekti i Zvërnecit. Ecim më tej tek i njëjti argument. Patriotizmi i Zvërnecit u shua nga Athina, hetimi rrezikshëm nga SPAK. Protestat jashtë partive politike për një vend normal dhe demokratik janë gjë e mirë, janë shëndet demokracie dhe mbi gjitha ndikojnë fort në mirëqeverisjen e vendit, nga cili do grupim që organizohet dhe në drejtim të cilës do qeverie. Në faqen 3 e lexoni më tepër këtë zhvillim në Tema. Antonio Costa në Tiranë, Shqipëria ka hyrë në fazën vendimtare drejt Bashkimit Evropian. Bëhet fjalë për presidentin e Këshillit Evropian. Libri studimor mbi sekuestrimet 1944-1952, si u ndan shtëpitë e kupolës profashiste, emrat që zun banesat e vipave. Në faqet 10-11, kjo është rubrika Histori Dosier dhe le të themi është hapësira e zakonshme, por patjetër që zhvillimet ndryshojnë. Dëshmia e Dumanit dënon 3 vet, plumbi art, Çapja, Merlika dhe Xhixha
nga 4 vite burg. Antena brenda familjes muli infiltron njerëzit e vetë në protest. Akshi, apeli posaçëm liron nga masa e sekuestros asetet dhe 4 shoqërive tregtare. Vijojmë opinionet e ditës. Mero Baze shkruan: qëndrimi jo politik i pushtetit ndaj zvërnecit dhe protestave. Socialistët në pushtet po përfshihen pa kuptim në debatin mbi protestën në Tiranë, herë duke e kritikuar atë, e herë duke u përpjekur të më tepër në faqen 8. Nga Frok Çupi, edhe opinioni nga Frok Çupi ka të bëjë pra me projektin e zvërnecit protestat. Pse protesta greke në Tiranë duket naive? Pra kjo është ajo që shkruan apo dhe që pyet Frok Çupi. Edhe një herë, pse protesta greke të tilla cilëson në Tiranë duket naive? Aq naive dhe e trullosur u shfaq sa që ju deshën disa ditë që dëgjente portën e saj. Në Vlorë protesta nuk hyri as nga tuneli Llogoras, aty mendoj se do të numërohen si në historinë e lashtë kur ushtarët dolën nga barku i Kalit, nga deti nuk erdhi në faqet 8 dhe 9. Dhe Ardi Stefa, kolega gazetar, shkruan: të lexosh për të kuptuar, jo për të kundërshtuar. Një nga fatkeqësitë më të mëdha të kohës sonë nuk është mungesa e informacionit. Përkundrazi, njeriu nuk ka pasur kurrë në histori kaq shumë informacion në dispozicion sa sot, shkruan ndër të tjera pra Ardi Stefa, por besoj mund të jetë me seleksionimin e informacionit e tjerë, me të vërtet ka shumë. E lëm pas edhe gazetën Tema, vijojmë me Dita. Gazeta Dita është e radhës. Zhvillim kryesor vjen nga zoti Fatos Tarifa, sociolog, ish diplomat, pedagog, po ashtu kështu që e shohim me detaje. Zgjimi dhe veprimi sotëm, pra e kemi në ekran edhe një nga zoti Fatos Tarifa. Zgjimi dhe veprimi i sotëm, ndër të tjera shkruan: Shqipëria po zgjohet nga letargjia e gjatë dhe ky zgjim i avullt, por i pandalshëm, po trondit themelet e një pushteti të dehur nga arroganca. Një parlament që bie erë, një kryeministër reaktor që po mbytet në demagogjinë e vetë, dhe një vend ku pasuria publike po ndahet mes një grushti privatësh dhe parave të krimit. Tarifa i kujton kreut të qeverisë për Ramës një mësim të vjetër të historisë, që fati i tij të mos jetë i njëjtë në mos më i zi se paraardhësi. Në faqen 2 e lexoni më tepër pra zhvillimin kryesor të gazetës Dita që sot vjen nga zoti Fatos Tarifa, e ka të bëjë me aktualitetin, le themi gjithçka po ndodh në lidhje me projektin e zvërnecit. Rama e lidh fatin e tij politik me projektin e zvërnecit, nuk ndalon sa të jem unë. Madje, ai tha se investimi nuk do të ndalet as nëse hetimet e nisura nga prokuroria e posaçme pra nga Spaku do të dalin në përfundimin se ka patur përfitim të palishëm të tokave, ku do të ndërtohet projekti i kontestuar, pra i kundërshtuar. Shpallet fituesi, kulla e radhës tek Pallati i Kongreseve përfundon me firmën e Ramës në duart e familjes Berisha. Kush është ndërtuesi që lidhet me Shkëlzen Berishën dhe rikthimi i shprehjes Kali i Saliut tagjia e Ramës. Shihet edhe në foto, është pak e vogël, paktën për gazetën nuk di sa mund të kuptohet, është një kull në projektin fitues të Pallatit të Kongreseve, madje shumë më gjatë se kulla që është tek stadiumi Air Albania. Ecim më tej, kërkesa e protestuesve, mbi 3 orë protest kërkohet ikja e Ramës. Investitorët strategjik analizë e ligjit që po rrethon Bregdetin. E radhës është rubrika shëndetit dhe jemi ende në gazetën Dita. Këshillat e kardiologut, 4 hapat e thjesht para gjumit për të mbrojtur zemrën dhe trurin. Nga dushi i ngrohtë te rregulli i 2 orëve, rutina e mbrëmjes që garanton gjumë të thellë, mjekësia e gjumit të mirë. Llogari arabes, pak vendos 2 sekuestro për zvërnesin. Analiza, turizmi në kilometrin e fundit të Virgjër. Manipulimi, kemi një tjetër zhvillim. Fotografia e autobusëve grek për zvërnesin rezulton një mashtrim i pastër teknologjik. Një tjetër alarm i rënd për sigurinë e informacionit dhe manipulimin e opinionit publik në Shqipëri. Së fundmi, tradhtia e madhe me pronën publike. Një klithmë zgjimi që vjen nga thjeshtësia dhe kthjelltësia e një lexuesi të rregullt. Me pyetje të pamëshirshme që prekin vijën e kuqe të sovranitetit, letër shkruesi godet sagën e tradhtisë kombëtare.
nga ligji 7501 dhe parolla Shqipëria 1 euro e deri tek resortet e sotme. Pra në këtë material, apo zotëria që ka dërguar letër në redaksin e Gazetës Dita, në një farë mënyrë i përmend të gjitha. Përfunduam edhe me këtë të përditshme, kalojmë me njërë me gazetën Telegraf. Kur zgjohet rinia, dridhen elitat, një brez i ri po troket në derën e historisë. Ky është zhvillimi kryesor speciale nga Frank Shkreli, ish drejtori VOAS për Euroazin. Apo vjen më në fund ndryshimi në trojet shqiptare, ndoshta është tepër herë të flitet për një transformim të madh ose për një pranverë shqiptare. Por është e qartë se një brez i ri shqiptarësh po troket në derën e historisë. Dhe pyetja nuk është më nëse rinia shqiptare është zgjuar ose jo. Pyetja është nëse politika aktuale shqiptare, anë mban trojeve shqiptare, është gati ta dëgjojë atë, sepse të rinjt po vuajnë nga mungesa e besimit tek drejtësia, meritokracia dhe shteti ligjor. Më tepër mund të lexoni në faqen 4 këtë analizë, këtë shkrim nga Frank Shkreli, pra kur zgjohet rinia, dridhen elitat. Deputeti Xhelal Mziu, skandal zgjedhor, 130.000 flet votimi të papërdorura të 11 majit rezultojnë të zhdukura. KQZ-ja të hetoi manipulimin. Drejtësi dhe vetting. Amnistohet skandali Akshit, GKK-ja i kthen apartamentin Karçanajt, Berisha deklaron si u mashtrua vettingu për pasurit. Hetimi për plehrat, projekti që zhduk gjurmët me VKM, heqë termin incenerim pas aferës së plerave, OTP Bank në krizë grabitet sërish. Partia Socialiste, kryeministri Rama, domosdoshmëri të ecim me ritëm dhe të fillojmë me mbylljen e kapitujve të negociatave të integrimit. Në 35 vjetorin e saj, Partia Socialiste vlerëson me medalje Ari figurat spikatura nga Anastas Angjeli, Recep Mejdani dhe Namik Dokle. Dje në Pallatën e Kongreseve, Partia Socialiste ka pasur një takim, le të themi ka festuar 35 vjetorin. Masakra e UFO-ve, pas fiaskos me diellën në Albania, shpiket ylli asistenti me inteligjencë artificiale që do të zgjidh hallet e fermerëve. ADS1 akshi 2 gjëkutaj para dite në SPAK për akshin, pas dite shpikin institucionet të reja për të vjedhur. Pensionistët mes mbijetesës, fyerjes qeveritare dhe dignitetit të munguar, pra edhe njerë pensionistët mes mbijetesës, fyerjes qeveritare dhe dignitetit të munguar. Ky është një material special nga Agron Guri, i cili ndër tjera shkruan, të jesh pensionist në Shqipëri, do të thotë të jesh në pasiguri dhe varfëri. Edhe pse për dekadat të tëra ke derdhur kontribute dirse dhe gjaku, vizitat, analizat dhe ilaçe duhet jenë garantuara dhe të lira, por në të vërtet, pensionistët në Shqipëri po zgjedhin mes ushqimit dhe ilaçeve, prej pensioneve të ulta dhe vetmisë sociale. Emigracioni masiv ka lënë pas një brez prindrish që kalojnë ditët në heshtje, pa praninë e familjes, pa mbështetjen emocionale, duke kthyer moshën e tretë në stacionin e fundit të harresës. Veprat e atdheut i privatizuan oligarkët dhe Bregdetin e zaptuan trafikantët në këmbim të votave. Më tepër lexoni në faqe 89 këtë material special pra nga zoti Agron Guri që ka të bëjë me moshën e tretë me pensionistët. Flet ushtaraku i UÇK-s Ganin Eziri, në stadiumet e futbollit, kur luanin skuadrat kosovare me ekipet serbe, ne shpërthenim në korë me thirrjen që nën kuptonte Enver Hoxha. Emocionet e paradave ushtarake në Shqipëri, si e pritën vrasjen e Mehmetit dhe pasojët nga UDB-ja kur vdiq Enveri. Kemi rubrikën Mozaik dhe Aktualitet. Vladimir Marku, rrumpalla urbanistike në Qerret, deti do të bëhet me 2 kate, shënime, profesor Agron Fico, debat shkencor për gjuhën jo duel Inat Çorësh, intervist me Baxhul Merkaj, në Shqipëri arti ka vdekur, teatri në krizë identiteti, pasi ka pasur një politikë qeveritare post-komuniste anti-art, pra kundër artit. Nga Anjeza Musolari mund lexoni, zvërneci narta dhe detyrimi për të menduar si shtet. Opinioni radhës vjen nga Enver Memishaj,
106 vjetori luftës kombëtare të Vlorës. Këto ishin të gjitha zhvillimet dhe materialet nga gazetën Telegraf. Kalojmë në Panorama Sport në këto momente dhe më pas do të jemi me interes patjetër në median online, mbi gjitha edhe me zhvillimet nga lufta në lindjen e mesme. Por kemi Panorama Sport edhe për sportin, për futbollin është një ditë e rëndësishme, le të themi më shumë edhe simbolike. Akti i parë maran prova me Izraelin për këtë që sapo thash. Pra edhe një herë, akti i parë, ndeshja e parë maran prova me Izraelin. Shqipëria luan misionin e parë në udhëheqjen e trajnerit të 28. Në foto janë futbollistët e kombëtares duke u stërvitur pas ditën e djeshme në Air Albania, Hyssaj dhe Aslani ndër të tjerë. Tekniku i kombëtares dua të fitoj e kemi të qartë se si do të luajmë. Debutimi italianit me Kuqezin të lëvizje në formacionin titullar. Gjimshiti, kapiteni i skuadrës tekson, taktika ka ndryshuar, jemi gati për këtë cikël të ri. Me historia me rëndësi të madhe, Tirana blindohet për sigurisë, sepse në Tiranë është Izraeli. Ecim mëtej me futbollin në vend. 3 rinovime, mbrojtja, krahu i majt dhe sulmi prioritetet e vllaznisë në Mercato. Egnatia, Arbenit Xhemajli, kampion me merit të plot. Tirana, Shkëndia ofertë zyrtare, Redon Gjigja, Merko, speciale, skuadra ideale superiores, dominim nga Egnatia dhe Dinamo. Zhvillim nga futbollin ndërkombëtar, Kupa e Botës e vitit 1998, Franca e Zidanit në majën e botës. Portugalia, zhvendosemi në këto momente, Ronaldo shansi fundit për të pushtuar globin. Pancerat Gjermania me misionin për yllin e 5 botëror, dhe Gjermania ka 4 botëror të fituar. Angli, Iraola, akord me Liverpoolin për të marrë drejtimin. Dumfries zgjedh Realin, Perez, nëse Vinicius do t'ik, ne nuk e pengojmë. Këto ishin gjitha zhvillimet edhe në Panorama Sport. Kalojmë në këto momente me njerë për të plotësuar pasqyrën e shtypit me mediat online. Do të shohim së pari shqiptare.com tjetër, faqet tonë zyrtare në internet dhe më pas me shumë interes zhvillimet nga lufta situata në lindjen e mesme, ndërsa sa i përket rajonit, besoj e kemi përcjell dhe e kemi bërë me dije, Kosova vijon fushat elektorale për zgjedhjet që zhvillojnë këtë diel në 7 qershor të përgjithshme parlamentare. Kemi shqiptare.com në këto momente në ekran, faqet tonë zyrtare në internet. Do të shohim zhvillimin kryesor që vjen nga emisioni Repolitik si kolegut Denis Minga. Në foto janë Mark Nika dhe Denis Minga. 21 janari, SPAK çon në SBA për ekspertiz audio-regjistrimin e komandantëve të gardës. Pra, ky është dhe një zhvillim në lidhje me 20 janarin, një nga ngjarjet më të rënda pas 90-s që ka reagimin e qytetarëve. Pra, zhvillimi është ky që SPAK çon në SBA për ekspertiz audio-regjistrimin e komandantëve të gardës. Xhaxhai Alex Nikës, Mark Nika ka deklaruar e mbajtën 1 vit e gjysmë në sirtar kanë frikë Berishën. Ecim mëtej, por duke mbetur tek i njëjti argument dhe tek programi emisioni Repolitics. Po për 20 janarin, avokati u krye nga organizata kriminale e Berishës. Kthupi ka deklaruar audio-regjistrimi e vetmja provë që mund të nxjerrë urdhëruesit e vrasjeve. Analisti Tafani ka theksuar një dorë fshet zhduku serverat. Tani kalojmë në këto momente tek Zvërneci. Zhbllokohen $195 milion për Zvërnecin, SPAK i bllokoi për 3 ditë në BKT. Pra ne pam një lajm edhe në shtypin e shkruar për një bllokim të momentit, ndoshta le të themi të parave që janë destinuara për Zvërnecin dhe çfarë ka ndodhur, janë zhbllokuar gati $200 milion për Zvërnecin, SPAK i bllokoi për 3 ditë në një bankë të nivelit të dytë. Partia Socialiste e Tiranës feston 35 vjetorin e themelimit. Rama ka deklaruar vlerësoj maksimalisht punën e patronazhistëve dhe ka theksuar ndër tjera. Nuk kemi kërkuar lirimin e Veliajt, sado i padrejt të na duket arrestimi i tij, pra i kryetarit Bashkisë Tiranës. Menjëherë në këto momente nga shqiptare.com, faqen zyrtare në internet, mund ta vizitoni në çdo moment shumë thjesht edhe nga telefoni, pra besoj të gjithë një smartphone kanë momentalisht dhe mbeteni të informuar mbi gjithçka.
po ashtu faqet zyrtare të Report Televizion në Facebook, Instagram, YouTube, po e po. Kalojmë në Corriere della Sera për gjithë për të marrë zhvillimin në arenën ndërkombëtare, atë që bëra me dije, sepse çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur, po e themi, një shkëmbim zjarri, apo sulme që kanë bërë edhe SBA-t edhe Irani, dhe media ndërkombëtare, edhe CNN, që unë jodha një sy paraprakisht deklaron se ndoshta ky është një situatë apo shkëmbimi zjarrit SBA-Iran, jo në mënyrë drejt për drejtë, do ta shpjegoj çfarë ka ndodhur, ndoshta më i rëndi që pas vendosjes së armëpushimit. Por e shohim më konkretisht, janë edhe zhvillimet minutave të fundit. Mbrëmje raketash në gjirin persik, pra kjo është situata po ideja, mbrëmje raketash apo sulmesh me raketa në gjirin persik. Forsat e SBA-ve godasin apo qëllojnë një kull radio në ishullin Qshem. Pra SBA-t ka ndërmarrë një sulm në ishullin Qshem, ndërsa Irani është kundër përgjigjur duke sulmuar bazat amerikane në Kuvajt dhe në Bahrein. Kjo është situata, se sa mund ndikoj tek negociata, tek marrëveshja, mbetet për të parë edhe nga reagimet dhe qëndrimet. Në foton shohim në ekran janë Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu dhe shkrimi që shoqëron është ky: Trump Netanyahu në një farë mënyrë një lloj anatomie e një aleance apo bashkëpunimi që ka dhe tension brenda. Presidenti SBA-ve në telefon, Benjamin Netanyahu, pas sulmeve në Liban e tjetër, ka thënë çfarë dreshin bën, pak a shumë po e them në një farë mënyrë apo edhe me një ton të ashpër, dhe çfarë dreshin bën. Nga ana tjetër, në material pasqyrohet edhe ideja se çfarë kërkojnë të dy liderët, pra i SBA-ve dhe i Izraelit, ndërsa Bibi, që i referohen Benjamin Netanyahu, është skeptik në lidhje me negociatat. Këto ishin dy zhvillimet kryesore në Corriere della Sera, me shumë interes në fakt në lidhje me luftën në lindjen e mesme. Ka pasur situatë vështirë në fakt edhe në Ukrainë gjatë kësaj periudhe, ndërsa tek Ukraina Kurkov është një shkrimtar në Kiev që ka deklaruar që Putin po e humbet në një farë mënyrë luftën në teren dhe tashmë po godet civilët. Kjo, ose po eksaktësisht, kjo situatë është një terrorizëm i pastër. Kalojmë në La Repubblica. Kam interes dhe në La Repubblica për këto zhvillime që sapo përmenda, edhe për mënyrën se si pasqyrohen pra në këtë media prestigjioze italiane. Jemi me këtë zhvillim, shoqërohet edhe me foton kryesore, ka të bëjë me lindjen e mesme dhe mënyrën se si e pasqyron La Repubblica. Pra çdo media ka dhe ato titullin e saj, zhvillimin në një farë mënyrë mbetet i njëjtë, por çdo media ka dhe mënyrën interpretimit apo të cilësimit të ngjarjes. Për shembull, në La Repubblica, ajo që ka ndodhur dhe që unë pasqyrova, cilësohet në këtë mënyrë: betejë mes SBA-ve dhe Iranit, raketa kundër Kuvajtit dhe Bahreinit pas sulmit amerikan në ishullin e Qeshm apo Qshem, le të themi pak rëndësi ka kjo situatë. Mirë, ky ishte zhvillimi kryesor dhe përplasja, edhe këtu e marrim në mënyrën si pasqyrohet, përplasja mes Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu. Telefonata e vështirë apo e ashpër e Trump me Netanyahu. Presidenti amerikan i ka thënë Bibi, pra Netanyahu, të gjithë të urrejnë ty dhe Izraelin, pa mua do t'ishe në burg. Këto ishin zhvillimet, ato më kryesoret patjetër në La Repubblica, dhe kjo ishte gjithë pasqyra e shtypit për ditën e sotme. Unë jam gjerësisht, konkretisht me zhvillimet kryesore. Në fakt, me televizion informative, nëpërmjet shtypit shkruar, mediave online dhe gjithçka tjetër, ke mundësi që të informojmë ata që na ndjekin. Pak reklama dhe rikthehemi për të vjuar komunikimin këtu në Shtypi ditës dhe jo.